jashtë jemi bona. Patriotizmin e tyne se kemi marrë. A beshe sa të fuqishëm jemi, me këtë këto probleme, pa infrastrukturë. Kapiteni i Shqipërisë nuk janë me miliona me lujnë. Matoshe, me këtë këto probleme, pra masi jemi krejt mirë që po t'i marrim futbollistat. Pa pranim, ki medalje olimpike, ki kampionat botës, ki futbolista që i ke dhonë Gjermanisë, Zvicrës, Shqipnisë, na ku këmisë. Edhe më në shkojnë sportistë. Edhe që shkojnë futbollistë. Qysh, Emanuel, e pëse s'pe që Emanuel, jo për tërtufën, se ki, ndëgjaft, ju po dëni me anashkallu komplet një problematik. Anashkallu, anë edhe po thoni, po duhet një gjithë bre dhe shkakun, se kjo djali ka pas interes personal, nuk ka lidhje as me patriotizm, as me kur gjo. E ka qenë kujbën. Falë që veç një gjysë minuti. Jo në pekurse ki djali, nuk o bashalet. Edhe duka e lidhen me patriotizm, jo na. Po mos lidhen me patriotizm, lirë është o zgjedhje ti e lirë, personale. Zgjedhje individuale e lirë, as ma kish një zonin. Unë e shpresoj që Bruti ka me kualifiku shqipnin botëror, në regull. Problemi që është kapiten një, edhe problemi që po shesin men. Të tunë flamurin ku që zhe, kjo është katërtore. Edhe në vazhdimësi po në ndodhë kjo. Bile, qaj gjallu. Qaj gjallu përshë si të shtim sta. Po të ndodhë ma sekret në Ale, futbolli është pak më ndryshe, vetë pas pravera një Driton dhe Halil, është futbolli pak më ndryshe. Nuk mund të jetë sakrilegj nëse një futbollist shkon duan në Rusi, pavarësisht qëndrime politike. Tash o sakrilegj. Po sakrilegj, jo më falë, zoti Sadiku. Po ka dhe Gjerman që luajnë atje. Me ma qu flamurin ku që zi përpet e me shkun ligën e Rusis. E ti me thonë qaku, shqiptar, e patetizm, që kjo une nuk e lejoj, kjo është, shiko, kjo është qështë primitive.